A i thuhet hoxh, dikujt që e dhe edhe gjërat që kanë ndodhur më herët në shtëpi, domethënë të kalumën e dhe. Ajo është dallaverxhi, nuk është hoxh. Ajo është mashtrues dhe bashkëpunëtor me e gjin. Ndërsa ne marrësh vesh të kalumën, e ke nxizu me kamerë, edhe lëshon kamerën mas 5 vjetë, mas 10 vitesh, edhe shikon në televizor që ka ndodhur në kalumën. Ose forma e dytë, i thirrë gjent, bashkëpunon me ta, edhe ata të kallzojnë sepse e kanë pa ata që ka ndodhur. Ose nëse pyet dikon familjes. Në këtë rast, ky hoxha, në thojza që ke shtiti e mirë, ke bo që ke shtiti, domethënë ky është dallaverxhi dhe mashtrues. Ky nëse vërtet nuk e ka pa rastin, nuk ka ndëgjuar atë rast, nuk ka qenë i pranishëm, edhe e di rastin sikur me pas kanë aty, atëherë gjenët jetojnë me qindra vite, ata ky bashkëpunon me ta, ata i shohin sanet sepse ka gjën që jetojnë me njerëzit e na nuk i shohim, ata na shohin neve çka po bëjmë. Kanë ardhur i kanë kallzu që kanë qenë të pranishëm në atë ngjarje, por e gjenët ja bëjnë këtë shërbim këtij mashtruesi me një kosto shumë të lartë, kosto e kufrit, që ai me dal nga feja, me unë nështru dhe me u bën shërbëtori i gjenëve, edhe pasaj me vazhdu me rrugtimin e tij edhe të gjenëve drejt devijimit të njerëzve. Kështu që këta nuk janë njerëz të mërrim, e vlia kam fjalën, por janë njerëz të përdalur, qafira. I këshilloj të tillët që nëse nuk e dinë se janë të bë kufër, aman largoni prej këtyre gjërave se janë kufër. Nëse thojnë jo na punimojmë njerëzve ku i ka hub parë, kuleta ose dukati na po ja gjojmë, mas për zot Zotit se kjo është kosto që ju kushton juve me xhehenem. Allahu na rujt.